Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Gjin. Ajetet nga 7 deri te ajeti 10. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Edhe ata mendonin siç mendonit ju se Allahu nuk do të ringjallte askënd, ne jemi ata që kemi synuar qiellin, por kemi hasur në plot roje të forta, engjëj të fuqishëm dhe shigjeta të zjarrta meteor. Dhe uleshim rreth tij në vende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarrta meteor në prit. Ne nuk e dim nëse me këto roja të qiellit është synuar e keqja, zbritje dënimit për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre kërkon t'i udhëzojë në rrugë të drejtë. Komentimi. Më parë uleshim për të dëgjuar diçka, por këto ajete janë vazhdimësi e diskutimeve të besimtarët xhind, këto ajete dhe diskutimet e tyre i kishin shpalosur te populli i tyre, të cilin e ftonin në Islam dhe Kur'an. Ajeti 7 flet për ta, edhe ata mendonin siç mendonit ju, se Allahu nuk do të ringjallte askënd. U bëm mohues të Kuranit dhe përgënjeshtrues të profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por kur studiuam me hollësi ajetet e këtij libri qiellor, e kuptuam më së miri vërtetësinë e tij, prandaj ju mos veproni siç veprojnë idhujtarët, mos ndërmerrni rrugën e politeizmit, sepse do të pësoni fatin e tyre. Ky është një paralajmërim për politeistët, të cilët duhet të mësojnë prej gjindëve dhe prej logjikës së gjykimit të tyre, teje të fortë në mënyrë që të zgjohen dhe t'i përmbahen Kuranit dhe të dërguarit të Allahut. Disa komentues kanë shprehur mendimin se si fjalia Allahu nuk do të ringjallte askënd synon të mohoj ringjalljen dhe jo profetët. Disa interpretues të tjerë janë të mendimit se ky ajet dhe ajeti paraprak janë thënie prej fjalës së Allahut dhe jo fjalë të besimtarëve xhind, të cilat janë të shpërndara në formën e citateve. Midis thënieve të tyre, këto fjalë u drejtohen politeistëve arab. Sipas këtij komentimi, kuptimi i ajetit do të ishte: o politeist arab, edhe xhindët supozuan si ju që Allahu nuk dërgon profet, por pasi e dëgjuan atë, e kuptuan gabimin e tyre, tani më ka ardhur koha që edhe ju të reflektoni. Ky interpretim duket i papërshtatshëm, edhe renditja e ajeteve tregon se këto thënie janë vazhdimësi e fjalëve të besimtarëve xhind dhe u drejtohen jo besimtarëve prej tyre. Pas kësaj, këta besimtarë xhind sjellin një argument për të arsyetuar pohimin e tyre. Argumenti është shprehur në fjalinë: ne jemi ata që kemi synuar qiellin, por kemi hasur në plot roje të forta, engjëj të fuqishëm dhe shigjeta të zjarrta meteor. Në ajetin vijues thuhet: dhe uleshim rreth tij në përvende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarrta meteor në prit. A nuk është kjo gjendje e re, provë që vërteton se me shfaqjen e këtij profeti dhe me zbritjen e librit qiellor ka ndodhur ndryshime të mëdha në botë? Pse ju para kësaj patën mundësinë për të deportuar përtej qiellit për të marrë informacione, por tani askush nuk e ka një fuqi të tillë? A nuk tregon kjo gjendje e re se epoka e djallit, e kultizmit dhe e mashtrimit ka mbaruar bashkë me natën e errët të ignorancës, sepse shpallja e profecisë ka mbuluar gjithë botën? Fjala shehabun fillimisht është përdorur me kuptimin e flakës që ngrihet nga zjarri. Më pas është përdorur për meteorët që shfaqen si dritë zgjatur në qiell. Sipas hulumtimeve të shkencëtarëve, meteorët janë copa të mëdha guri që lëvizin jashtë atmosferës në hapësirë dhe kur i afrohen tokës në ndikimin e forcës gravitacionale të saj, i drejtohen me shpejtësi asaj. Sa po kontaktojnë me atmosferën që rrethon tokën, digjen dhe ne i shohim në formën e flakës së shëndritshme derisa bien në tokë si hi. Në Kur'an është përsëritur disa herë fjala shuhubun, ato janë shkëndija që hidhen në drejtim të djajve, të cilët përgjojnë në qiej. Cili është synimi i fjalës përgjim? Cila është mënyra e dëbimit të xhindëve dhe të djajve nga qiejt? Për këtë çështje kemi dhënë diskutime të hollësishme, sidoqoftë fjala raseden tregon përgatitjet për pritjen e një gjëje. Kjo fjalë përdoret për të treguar edhe personin që është në pritje të një diçkaje. Në ajetin e lartë përmendur, kjo fjalë është përdorur me këtë kuptim. Më pas shtuan: ne nuk e dim nëse me këto roja të qiellit është synuar e keqja, zbritje dënimit për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre kërkon t'i udhëzojë në rrugë të drejtë.
Së ndryshe ne nuk e dim se a është kjo çështje premis për zbritjen e dënimit dhe fatkeqësisë nga ana e Allahut apo premis për udhëzimin e tyre. Por besimtarët gjinde kishin kuptuar që ndalimi i përgjimit, i cili përkonte marrëdhjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është premis për udhëzimin e njerëzve dhe dëbimin nga skena e falltarëve e bestytnive të tjera të ngjashme me to. Kjo nuk është gjë tjetër përveç se lajmërim për fundin e një periudhe të errët dhe fillimin e një periudhe të ndritshme. Por duke pasur parasysh faktin që xhindët kishin një lidhje të veçantë me përgjimin, akoma nuk arrinin ta besonin se ky ndalim është një lloj bekimi dhe mirësie, megjithatë është e qartë që falltarët në kohën e ignorancës, duke u mbështetur në përgjimin dhe depërtimin e qiell, luanin një rol të madh në devijimin e njerëzve. Duhet të kemi parasysh që udhëzimin në këtë fjali ata ja atribojnë Allahut, kurse të keqen jo, duke u përpjekur të tregojnë se ajo që vjen nga Allahu është e dobishme, dhe udhëzim kurse e keqja dhe korrupsioni burojnë nga vetë njerëzit dhe është rezultati i keq përdorimit të begative të Allahut dhe i të mirave të krijimit nga njerëzit.